Duke folur në seancën plenare të konferencës së 43 të përgjithshme të UNESCO-s në Samarkand, ministri i Kulturës së Serbisë Nikola Selaković theksoi se Serbia i kushton rëndësi të madhe mbrojtjes së trashëgimisë së saj kulturore dhe fetare, veçanërisht në Kosovë, ku vendet e shenjta shekullore serbe janë të ekspozuara ndaj presioneve afatgjatë, sulmeve dhe përpjekjeve për të falsifikuar identitetin historik. Është e papranueshme që vendet e tilla të jenë ende në tela me gjemba dhe mbrojtje ushtarake, në vend që të jenë vende paqe dhe lutje në dispozicion të besimtarëve, theksoi ministri, duke bërë thirrje Bashkisë Ndërkombëtare dhe UNESCO-s që të vazhdojnë të ofrojnë mbrojtjen për ato monumente që kanë qenë në listën e trashëgimisë botërore për 20 vjet në rrezik. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani zhvilloi një takim me krerët e partive politike me qëllim të gjetje të një zgjidhje formimin e një qeverie të re pothuajse 9 muaj pas zgjedhjeve, së bashku me lëvizjen vetëvendosje thirrjes së saj ju përgjigjen edhe krerët e Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe nisma. Takimi u zhvillua pasi Albin Kurti nuk arriti të merrte votat e mjaftueshme në kuvend për të formuar qeverinë. Sipas kushtetutës, presidenti i Kosovës duhet të emërojë një kandidat të dytë brenda 10 ditëve nga dështimi i kandidatit të parë. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se Albin Kurti nuk ka më legjitimitet për të kandiduar përsëri si kandidat për qeverinë e re. Në një kuptim praktik, nuk ka kuptim që i njëjti kandidat që nuk mori votat në konvent 10 ditë më parë pa një marrëveshje tjetër t'i propozohet përsëri parlamentit, tha Cakolli. Analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se nuk ka më kohë për kompromise në lidhje me formimin e qeverisë së Kosovës dhe se gjithçka po çon në zgjedhjet e jashtëzakonshme, duke deklaruar se kjo është e mirë sepse Dimal Basha më nuk do të jetë kryetari i kuvendit të Kosovës. Qeveria e Kosovës miratoi projekt buxhetin për vitin 2026 me vlerë prej 4 miliardë euro, i cili parashikon pagesën e pagës së 13 për punëtorët e sektorit publik. Kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti vlerësoi se buxheti për vitin 2026 është plot lajme dhe prezantoi planet e ndarjes së buxhetit. Ai shtoi se buxheti për vitin 2026 përfshin edhe një rritje të pagave, pensione dhe përfitimeve sociale. Ai theksoi se parlamenti aktual duhet të miratojë buxhetin e propozuar para zgjedhjeve të reja. Analisti politik Shenol Muharremi deklaroi se premtimi i Albin Kurtit për pagën e 13 u bë me qëllim të fitimit të votave. Ai tha se ky veprim do të ketë pasoja për bizneset dhe se do të rrisë inflacionin. Nuk ka rëndësi që i ngarkojnë edhe më shumë kompanitë dhe që rrisin me tej çmimin dhe inflacionin. Le të zbrazet Kosova plotësisht vetëm për të ruajtur pushtetin. Ne nuk duam ato vota sepse nuk kemi mjaftueshëm pushtet absolut, shkroi Muharremi në një postim të Facebookut. Ministri i Punës të Brendshme i Kosovës në mandatin teknik Xhelal Sveçe nuk u paraqit në sallën e gjyqit në gjykatën themelore në Prishtinë. Për këtë arsye u shtyi seanca dëgjimore në rastin e hedhjes së gazit Lociels në kuvend në vitin 2018. Sveçe nuk erdhi në seancë pavarësisht faktit se gjykata lëshoi që urdhri që të ai sillet në sallën e gjyqit i shoqëruar nga policia. Gjykatësi Sabit Sadika i njoftoi se Sveçja justifikoi mungesën e tij dhe gjykimi u shtyi përsëri për shkak të mosparaqitjes së tij. Të katërt e pandehurit më parë kishin deklaruar se nuk kishin fajtor për hedhjen e gazit Lociels. Ulëmtuesi i Qendrës për Politikat Europiane Marko Todorović për Kosova Online tha se Komisioni Evropian ende nuk ka dhënë një vlerësim për përmbushjen e hapave të reformës që Serbia duhet i kishte zbatuar për të marrë fondet nga plani i rritjes, por që vendi ynë duhet të merr këstin e parë dhe të dytë të parave. Presidenti i Aleancës për Biznesin e Kosovës, Agim Shahini, thotë se duke pasur parasysh situatën në Kosovë dhe në Bashkimin Evropian, ai nuk
sheh që parat nga plani i rritjes do të arrijnë së shpejti në Kosovë. Profesori Erion Muça nga Triana shton se ekziston frika se këto fonde mund të përdoren për interesa politike të autoriteteve dhe se kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian nuk i ndau fonde Kosovës. Moti nesër në mëngjes do të jetë i freskët me mjegull lokale, kryesisht me diell dhe ngrohtë gjatë ditës, përveç të hënës javën në vijim do të jetë me diell dhe ngrohtë. Temperatura me ulët e ditës nesër do të jetë nga 0 deri në 11, kurse ajo më e larta nga 20 deri në 25 gradë Celsius.